Ish konkurenti i Big Brother VIP Albania Gjibani ka shprehur mirënjohjen e tij të thellë për gjestin pas largimit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Në një postim të bërë në Instagram, ai ka falënderuar publikisht gjestin për mbështetjen, një veprim që ka ngjallur shumë reagime pozitive në rrjetet sociale. Pas daljes nga Big Brother, Gjibani ka ndarë momentin e tij të ndjeshëm e ndjekësit, duke e bërë të qartë se ndihma dhe mbështetja e gjestit kanë qenë të rëndësishme për të gjatë qëndrimit në shtëpi. Ai tha se gjesti ishte i vetmi që e pa atë përtej asaj çfarë shihnin të tjerët, duke e vlerësuar atë për ndjeshmërinë e tij. Baba është jashtë rrezikut, i vetmi që më ke uru prej të gjithëve aty, njeriu i vetëm që më shikoi në shpirt në gjeste. Këto ishin fjalët e Gjibanit që shprehnin mirënjohjen e tij për gjestin, i cili ndihmoi jo vetëm me mbështetjen emocionale, por gjithashtu ofroi një shpresë të re për Gjibanin në një kohë të vështirë. Reagimet nga publikimi i Gjibanit kanë qenë të shumta. Fansat kanë falënderuar ndjenjat e tij të sinqerta dhe e kanë theksuar rëndësinë e miqësive të vërteta brenda një ambienti shpesh të ashpër siç është Big Brother. Gjesti është përshëndetur si një figurë pozitive, ndërsa Gjibani ka fituar simpati të madhe për mënyrën se si e përballoi situatën e tij personale. Për më tepër, postimi sjell një reflektim të rëndësishëm mbi ndikimin e shëndetit mendor dhe mbështetjes emocionale, ndërsa në sfondin e dramës dhe konkurrencës, Gjibani ka cilësuar mbështetje si një element thelbësor për të kaluar situatat e vështira. Gjibani gjithashtu foli për situatën e babait të tij, teksa konfirmoi se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ky është një lajm i mirë për Gjibanin, e cila gjithashtu ilustron rëndësinë e lidhjeve familjare dhe mbështetjes gjatë kohëve të vështira. Ai shprehu dëshirën për të qëndruar pranë atij dhe për t'i dhënë forcë në këtë periudhë sfiduese. Ky postim ka krijuar një tjetër dialog mbi përvojat e brendshme të konkurrentëve të Big Brother, duke i bërë fansat të reflektojnë se sa thellë ndikojnë këto eksperienca në jetët e tyre. Ajo që duket si një lojë e thjeshtë është në të vërtetë një pasqyrë shoqërore ku ndjenja dhe ndihma e ndërsjellë luajnë një rol të rëndësishëm. Me një bashkëveprim të tillë nëpërmjet Gjibanit dhe gjestit, ne mund të shohim se si dashuria dhe mirësia mund të lindin në vende të papritura. Njerëzit shpesh harrojnë se mbështetja emocionale është po aq e rëndësishme sa edhe fitoret në lojë. Ky është një mësim i vlefshëm për të gjithë ne, të jemi të përkushtuar ndaj miqve dhe familjes, sidomos në çaste të vështira. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.